Njëri shqiptar që hyri ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar ka rrëfyer për BBC se si jeta e tij u bë e padurueshme pasi përfundoi duke punuar në një fermë kanabisi. Ai ishte njëri nga 12.600 shqiptarët që udhëtuan me gomone drejt Britanisë në vitin 2022, viti kur u regjistrua numri më i lartë i kalimeve përmes kanalit anglez. Shqiptari, i cili ka preferuar të mos identifikohet, u shpreh se po e ndan historinë e tij për të paralajmëruar të tjerët. Ai rrëfeu se gjeti një trafikant në TikTok, i cili premtoi ndihmë për të arritur në Angli. Pasi udhëtoi me autobus për në Francë, arriti në Dunkirk, ku u nis me gomone drejt Doverit. Kushërinjtë e tij që ndodheshin tashmë në Mbretërinë e Bashkuar paguan 3.500 pound për ta ndihmuar të kalonte kanalin anglez. Fillimisht ai u vendos në një hotel, por më pas u largua pa u vënë re për të punuar në një fermë kanabisi. Isha në kërkim të një jete më të mirë, për të ndihmuar familjen time si të gjithë të tjerët që bëjnë këtë rrugë. E dija që kishte rreziqe, por shpresoja të mos isha unë ai pa fati. Por fati nuk ishte në anën e tij. Firma e kanabisit ku punonte u grabit dhe për këtë arsye ai nuk mori asnjë pagesë. Pas kësaj ai nisi të punonte në ndërtim, por për shkak të statusit të tij të palishëm, u detyrua të pranonte një pagë shumë të ulët, që nuk i mbulonte dot shpenzimet e tij dhe ndihmën për familjen në Shqipëri. Pas 5 muajsh në Britani vendosi të kthehej në atë. Kisha ëndra të tjera, shpresoja të arrija diçka më shumë. Askush nuk dëshiron të largohet nga vendi i tij, nga familja dhe miqt, por në Shqipëri është një luftë për mbijetesë dhe nuk kisha zgjidhje tjetër. Qeveria britanike ka nisur një fushat në rrjetet sociale për të treguar historitë e emigrantëve që shkuan ilegalisht në Britani dhe përfunduan të zhytur në borxhe dhe të shfrytëzuar. Vitin e kaluar mbi 2.600 shqiptar u kthyen në atë dhe duke shënuar numrin më të lartë të riaddësuarve nga një kombësi e vetme në Mbretërinë e Bashkuar.